paramendon momentin e vdekjes me ardhë me laqet me thonë, mishte për ty se të qenet jetis me shku. S'ka dhindje, s'ka piklim për ty në momentin e tillë. Ama kush për neve ka garancë se kështu ka me pas fundin e ti. Vdekja është një e vërtet absolute nga e cila nuk ka mundësi me ik askush. Çdo njeri që ka lind, çdo njeri që ka fillimin e vet, një ditë ka me vdek edhe ka me shiju fundin e tij këtë botë. Allahu i Madhërisht thot: "Kullu nafsin dha'iqatul maut." Çdo shpirt ka për ta shiju momentin e vdekjes. Momentin kur nga trupi i tij ka me dal shpirti i tij. Edhe momentin kur del shpirti i tij nga trupi i tij, ma ati nuk e thënë njeri, por ati i thënë gjenaze, ati i thënë kufam. Pse vdesin njerëzit përreth nesh, kjo është një proces që na s'mundemi me ndal. Ama me na vdek të afërmit e tanë, me na vdek njerëzit e dashur të tanë, me na vdek ata që kemi kalu jetë me ta, edhe na mës me reflektu, edhe na me një ftofësi t'ja zakonshme me kalu, kjo nuk është në rregull. Shkojmë te voret t'u pi cigare, shkojmë te voret t'u fol për futboll, shkojmë te voret t'u bo muhabet për dynja, ana imi të shku me qu diken në ahiret. A e kuptoni qëfar gafleti na ka kaplu? A e kuptoni se zemrat tona sa janë ngursu? A e kuptoni sa shumë na prej rrugës të Allahut jemi largu? A e kuptoni se kemi haru na se kena me vdek, po edhe kur e shohim vdekjen para nesh, edhe kur e shohim gjenazen të neshir, edhe atëherë na nuk e marrim mësimin dhe porosin. Kullu nafsin dha'iqatul maut, çdo shpirt ka për ta shiju këtë moment. Ishte një ditë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam që tregon Bara ibn Azib, edhe niti një zhurmë, tha çka janë të bo, thanë të hap një varr për një gjenaze. U trishtu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dhe shkoi te vori. Shkoi edhe shif te vorin të e bo gati ata. Edhe u theke muslimanëve që ishin aty, li mithli hadha fa'idu, për që këtë vend të bëhuni hazër. Unë edhe ti, me në thonë dikush, a je hazër për këtë vend, qëfar përgjigje kena me dhonë? Na që sot pen sabat deri tash namaz gjumos, ku me ditë sa gjunahe kemi bo, ku me ditë sa gibet kemi bo, ku me ditë sa haram kemi shiku, ku me ditë sa haram kemi vepru, ku me ditë sa her imi shah, ku me ditë sa her kemi rrejt, ku me ditë qëfar kamat e kina hangër, e kina marë, qëfar mashtrimi kina bo, ku me ditë sa gjunahe e kina bo. O hoq, o imam, o profesor, o arsimtar, o intelektual, o tregtar, o biznismen, o punëtor, o shef, o njeri i thjesht, o djal, o i vajs, o bur, o i grue, krejtna që ka bëjmë dikun regjistrohen. Si që thotim një Abbasi radhiyallahu anhu, mas e pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë: Ma minkum min ahadin illa wa se ju kellimuhu Allahu lejse bejnehu wa bejnë Allahi tërgjuman. Se cilit Allahu një ka me i folë mes ti dhe Allahu nuk ka me pas për këthys. Po vllazni për qëtë duhet me kujtu vdekjen. Andaj tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam: Ekthiru dhikra hadimil ledhat, shtone përmendjen e shkatruesit të knasive. O ti djarë që i ki bo 20 vjetë, qka pret, pse spendohesh sot sa je i ri. O ti që i ke bo 30 vjetë, qka pret, pse si përvjel krahët me bo veprat mira sot sa ke mundësi. O ti që i ke bo 40 vjetë, alas je pjek, alas je bo burr, alas ke marrë përsipër përgjësi. E ti që i ke bo 50 vjetë, ki jetu ma shumë se sa ki me jetu, qka pret. E ti që i bo në 60, ku me ndonë me shku. E ti që i bo në 70, e ti që i bo në 70, hala me ndonë me jetu. E ti që i bo në 80, a s'ka marrë malin me shku të Allahu në gjennet. S'ka marrë malin me shku të Allahu në gjennet.
Ore besimtar, ketë na kina me shku të Allahu dhu gjelal. As kush për neve s'ka me mend këtë dënja. Heq as njoni, ku e ki babën, ku e ki gjyshin, ku e ki migjën, ku e ki stërgjyshin. Ku janë ata? Kanë shku të Allahu dhu gjelal. Edhe na, ketë na që i na sot këtë gjami, mas 20-30 vjetë dhe shumica për neve s'kanë me konë. Ama ka dalim o vlazni, kur e mënojmë vërë, njeri që ka qenë besimtar, shahadetin e ka thonë, namazin e ka falë, agjërimin e ka majtë, zeqatin e ka dhonë nëse ka pas me dhonë zeqat, haqin e ka kry nëse ka pas mundësi me kry. Ka dalim të madh kur e vendosim varë këtë njeri, edhe kur e vendosim ma tjetrin, që ndoshta shahadetin e ka thonë her pas here tek e tuk, ama namazit hiç s'ja ka bon nishan. Agjërimin ndoshta e ka majt, ama gjatë agjërimit ishin të zeza ka bon. E zeqat e haq as i ka shku menja me bo. Ka dalim mes këti edhe këti. Para mendon momentin e vdekjes me ardhë me laqet me thonë mysh dhe për ty se të qenet jenis me shku. S'ka dhimbje, s'ka piklim për ty në momentin e tilë. Ama kush për neve? Kush për neve ka garantë se kështu ka me pas fundin e ti. E Zoti mëse bovë, në atë moment kur ti jetë me dhonë shpirtin, kur ti jetë u pasë se qka ka me ndodhë me ty në atona, e vinë me laqet e të thëjnë, vaj për ty ku jetu shku, këtu një ke jetu, ndoshta probleme vështirësi ke pas, ama atje ku je shku s'je përgatit, atje shumë ma keq ki me pas. Sa është ranë me dhonë shpirtin në atë moment, ashtë ma ranë bëhët, sepse lajmet që të vinë për atje janë lajme pikluse dhe mërzitëshe. Andaj, tha Imam Shafiu, rahimallahu ta'ala, o njeri, linde duke qaj njerëzit për rëteje e qesheshin, mbushe jetën me veprat mira që janë momenti ku njerëzit për rëteje kanë me qatë, ti t'jesh duke qeshur. O vllazni, kështu është jeta jonë, e nisim të kajtë, ama inshallah e përfundojmë të qesh, nëse kena mush jetën me veprat mira. Për ndryshe, o vllazni, sa kemi kajtë ku kemi le, shumë ma shumë kena me kajtë ku të vdesim nëse s'kena veprat mira. Nëse si kemi kry obligimet dhe Allahu dhu Gjelal, nëse si kemi kry obligimet dhe njerëzve, nëse s'kemi lyp halalët njeri për tjetrit për gabime që i bëjmë njerin dhe tjetrit. E lusim Allahun që gjithve të mëzon, ta përfundojmë këtë jetë me fjallën La ilaha illallah Muhammedu Rasulullah. Sa e që vdes me këtë fjallë, sigurisht e hinë gjennet, si ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam.